Afërdita, një përshëndetje nga Slovenia, saktësisht jemi në stadiumin e Celës, skuadër me cilën nesër do të ketë përballjen e dytë, apo si thuhet në zhargonin e futbollit, përballjen kthyese e skuadra e Dritës, kampioni në fuqi i Kosovës, bëhet skuadra e parë që luan ndeshje ndërkombëtare në muajin shkurt, që ka folur nga Kosova, duke marrë parasysh një sukses historik të intelektualëve këtë vit në Ligën e Konferencës. Bëhet fjalë për një të 16-ën e Ligës së Konferencës, gjë që nuk është arritur nga asnjë klub më parë, dhe Drita hyri në historitë të futbollit kosovar duke e arritur një gjë të tillë në stinorin 2025-26. Momentalisht skuadra e Dritës është duke kryer edhe përgatitjet e fundit para ndeshjes së nesërme, e cila do zhvillohet po këtu në këtë stadium me fillim nga ora 18:45. Me atë sa kemi informacione, deri më tani nuk shihet një interesim i madh i tifozëve për ta përcjellur nga afër këtë ndeshje, nga 13.000 sa është kapaciteti i plot i stadiumit, rreth 3.500 bileta deri më tani janë shitur, dhe rreth 100 prej tyre pritet të jenë përkrahas të Dritës, kështu tha edhe zyrtari për media sloven nga skuadra e Celës. Ne jemi këtu që nga mëngjesi kemi përcjellur dy konferencat, konferencën e trajnerit të Celës, i cili u shpreh besues ndaj ekipit të tij dhe tha që duhet të japin 120% nga vetja për të kaluar Dritën, edhe pse kanë avantazhin prej një goli, pasi ndeshja e parë e zhvilluar ndërmjet këtyre dy skuadrave në stadiumin Fadil Vohri në Prishtinë, përfundoi me fitoren e skuadrës mysafire Celje me rezultat 2-3. Ishte një avantazh prej dy golash nga Celje, më pas u barazuan nga Drita në 2-2 dhe krejt në fund mysafirët realizuan golin e tretë për të kthyer në vend me përsi minimale dhe për të shpresuar kalimin tutje me rezultat pozitiv qysh nga ndeshja e parë. Derisa Zekria Ramadani, trajneri i Dritës, tha se kanë kryer të gjitha përgatitjet dhe janë gati që të përballen me Dritën, me Celjen, sipas asaj që tha Ramadani në konferencën për media, ekipi është totalisht i gatshëm përpos mungesave që dihen edhe nga ndeshja e kaluar, ku Rambroja dhe sulmuesi Armanaj dhe Mesa, siç në bëjës, nuk do të jenë të gatshëm për të paraqitur nesër. Një shqetësim të lehtë kishte paraqitur tek ekipi mjekësor gjatë seancës së fundit stërvitore të zhvilluar në stadiumin e bari sintetik në Xhilan edhe futbollisti Jorgo Plumbi, mirëpo sipas stafit mjekësor atë që ja ka kumtuar pikërisht trajneri kryesor të skuadrës Zekria Ramadani, thuhet se ai ka kaluar këto ankesa dhe pritet që të jetë i gatshëm. Nga ajo sa morën vesh në konferencën për media, Gjenim Krasniqi do të jetë sulmuesi kryesor e skuadrës së Dritës, nuk pritet ketë diçka ndryshime të mëdha nga ndeshja e parë, përpos Abaza, i cili luajti në një pozitë tjetër, do të rikthehet në pozitën e tij, do të jetë prapa sulmuesi Gjenim Krasniqi, ose do të jetë zëvendësues e Gjenim Krasniqi, në gjë do të pritet që sonte ta vendosë pikërisht trajneri Zekria Ramadani. Pjesa tjetër, siç po shihet edhe në këto pamje, janë duke kryer përgatitjet e fundit, seancën stërvitore të fundit, e cila është një seancë që vlen më shumë për ambientimin e futbollistëve në fushë. Edhe trajneri Zekria Ramadani tha që